Ne këtu do jemi, po Beqa do dënohet me 3 vite si një drejtor dhe do të gëzoj 430 milion euro. Janë datë, Oleg Tronojna, se ka shumë njerëz. 430 milion euro. Si ka marrë to janë, si kështë shumë? Po janë shumë sepse askush nuk e di që sterilizimi nuk ka qenë vetëm në Tiranë dhe në disa spitale në periferi ose në disa qytete kyçe në Shqipëri. Sterilizimi kishte kaluar për te kufive. Kishte shkuar deri në Kosovë. Me të jetën me buxhetin, po s'është buxheti shqiptar, aty është prokuroria e Kosovës. Po legët shkonin prapë te njëjtën thotë. Po, të njëjtët persona, të njëjtët biznes, të njëjtët kompani do të shtriheshin dhe në Kosovë. A do ti aludon që Jo, nuk aludoj. Që Ilir Beqa është ortak i fshehtë i kësaj kompanie? Po përderisa është apo është përfitues? Jo, është përfitues edhe është ortak. Ka krijuar pra të gjitha kushtet. Si mbas dyshimit të Spakut? Dyshimet e Spakut janë që zoti Beqa në rolin e ministrit ka lejuar që njerëz të afërm të tij me njohje preferenciale të marrin një tender që kalon 100 milion euro dhe të vazhdojnë punën për 10 vite. Beqa i kthen lekët në thon drejt dhe unë them të dalin nga burgu. Bile të bëhet rregull këtu, lart. Kush kthen lekët? Garancia pasurore nuk ka di shumë mirë. Sa fiton interesi publik që rrim burg Ilir Beqa apo nuk rrim burg? Problemi është po i morën lekët neve, i bëjmë shkolla. Po jo më zhej. Apo i bëjmë armë se kërkon NATO 5%. I bëjmë diçka me vlerë. Po nëse nuk gjenden ato lekë. Dgjoj, lekët nuk gjenden, sepse janë investuar, në emra të tjerë.